unë jam martuar në xhami, një gjë që duket shumë e çuditshme për kulturën shqiptare, sepse unë besoj shumë në Zot. Nuk kam zgjedhur të martohem përpara institucioneve shqiptare, sepse nuk besoj tek këto institucione në momentin që flasim. Por unë në natyrë kam qenë historikisht rebele dhe kjo e ka bërë shumë të vështirë për prindrit e mi. Ku je martuar në çfarë xhamie? Në xhaminë e cila ndodhet në Shkallnur, domethënë sepse im shoqë vjen nga Shkallnuri, dhe nga lagja numër 1 e Durrësit është një vajzë e cila ka zgjedhur pikërisht një njeri i cili është vendas, që mendohet që duhet kishte një mentalitet të mbyllur, por në fakt e ka shumë të hapur mentalitetin dhe më ka mbështetur dhe më mbështet në çdo hap që unë hedh. Kjo është shumë e rëndësishme, sidomos në realitetin patriarkal shqiptar. Por, ky është një shembull në cilin shumë njerëz nga ana tjetër duhet zgjedhin fillimisht atë çka duan për veten e tyre. Prindrit e mi gjithmonë i mat i ndjeri tashmë gjithmonë më thoshte, fluturo e lirë, sepse të fluturuarit të lirë të jep një eksperiencë ndryshe nga tjetri. Çdo njeri në këtë botë ka një formë të ndryshme perceptimi dhe ndjesish. Unë në natyrë kam qenë të qenurit rebele, më ka ndihmuar të shoh përteja e saj që është e dukshmja, sepse unë besoj që e padukshmja është esenciale për jetën e njeriut. Të shkosh drejt të panjohurës është sfidë, por të rrit. Dhe sa më shumë ti garon, sa më shumë ti vetë sfidohesh dhe njeh limitet e tua, aq më shumë ti beson që çdo gjë është e mundur në këtë jetë, nëpërmjet punës dhe këmbguljes. Sepse shumë njerëz e shohin në aparencë, aparenca nuk është çdo gjë në këtë jetë. Nëse ti punon dhe je shumë i qartë në objektivat e tua, asnjë gjë nuk është e pamundur dhe mjafton që ti të impenjohesh totalisht në rrugën tënde. Në Shkallnur, ku ti ke bërë dasmë në një xhami, vitet të shkuara, po flasim për hershëm, unë atëherë isha gazetare te koha jon, në një miting të Sali Berishës ai u çullua. E mban mend këtë histori apo ta kanë thënë, të s'ke ta mbash mend, ti s'ke lindur në atë kohë. Dhe granata e dorës e cila u hodh atje ka qenë pikërisht në këmbët e atij që sot është partneri im. Jo. Ai pikërisht ka qenë djali 5 vjeçar në mos gaboj, të cilit i ka rënë është ndonjëherë është ligji i tërheqjes, themun law of attraction, i cili ti sjell gjërat në formë të tillë. Pra, ndonjëherë jeta të sjell me atë që ti nuk e pret, por historia tregon që çdo gjë është e mundur. E mban mend ai? Ai e mban mend shumë mirë dhe mamaja ime ka qenë shumë pranë këtij fëmije në atë lloj momenti, që nuk e ka ditur kur që rastësia do ta sillte dhëndër në shtëpinë e saj. Se mami ishte në atë takim. Mami ka qenë në atë takim sepse ka qenë kryetare gruaja e qarku Durrës për Dhe granata e hedhur ka rënë ka qenë te këmbët dhe për e pashpërthyer. E pashpërthyer dhe vjeri im ka përjetuar situatën më të vështirë të jetës të tij, sepse ishte djali vetëm pas 2 motrave. Kështu që në momentin në cilin unë jam prezantuar në familjen e partnerit tim, jam mirëpritur pikërisht për faktin që isha pjesë e Partisë Demokratike. Dhe kjo është për mua ishte shiko, është e kuptueshme në fakt. Do të thënë praktikisht ai momenti që ai ka qenë mes jetës dhe vdekjes te granata mund të plaste. Çdo gjë mund të ndodhte në atë moment. Vjera e ardhshme ishte aty. Çdo gjë është e shkruar dhe mjafton të ndjekësh deri diku shenjat. Personi që bëri këtë, unë mbaj mend që ishte i sëmur, ku është tani, është në Burg apo ka dalë? Nuk e kam ide. Nuk e kam ndjekur më pas. Meqense se u riktheva sa historie se si gazetare kam qenë atëherë, kam shkruar. Nuk kam qenë në miting, por kam shkruar, ja sa e bukur, sa e çuditshme, sa interesante, si vijnë gjërat. Po ti në fakt, je më rehat kur je me njëri që mendon njësoj. Okej, debati është i mirë, po është më mirë kur je me dikë që mendon si ti. Mendon si ti edhe për politikën, po edhe për fenë, edhe për jetën. Kjo ta bën jetën. Ne jemi 2 persona të cilët mendojmë me kokën e tyre. Secili mendon për atë që, por kur vjen puna tek ajo çka është synimi i përbashkët dhe mbështetja që ti ke nga partneri për të qenë e pavarur, sepse unë në natyrë jam shumë e pavarur, qoftë nga ana intelektuale, ekonomike dhe të gjitha me radhë, dhe partneri im sot e dinte shumë mirë që ditën e parë në cilën ne jemi njohur bashkë, unë në shaka e sipër gjithmonë i kam thënë do të hap shumë punë, për faktin e vetëm duke pas parasysh pjesën karakteriale që unë kam. Ai respekton në detajet
qënjen time dhe mënyrën se si unë jam e gatuar dhe unë respektoj në formë reciproke idetë dhe mendimet e tij. Unë jam mirënjohëse sepse edhe fakti që ne jemi me 2 fëmijë sot e bën dhe më të vështirë për të pikërisht mbështetjen karshimeje, por ndiem e bekuar pikërisht për mbështetjen që kam nga prindrit dhe familja e tij, pikërisht dhe në mirëqenien e fëmijëve tanë. Ata kujdesen për fëmijët? Ata kujdesen kryesisht për të voglën, aktualisht flasim që është 1 vjeç e 2 muajshe, ndërkohë e madhja është 4 vjeçe dhe është në kopësht, kështu që kur ti do t'jap 2 libra me pralla për të dyja. Faleminderit shumë. Po tani është momenti i vështirë, sidomos fushata do ta vështirësoj, po gjithsesi, shiko, kur nuk ka qenë e vështirë për ne. Unë ti flet për një vajzë të vogël dhe më kujtohet kur isha në fushat dhe më duhet të kthesha në shtëpi t'ja për të pirë dhe pastaj të shkoja prap dhe pastaj të shajmi e të na shajnë. Kur ne ndajmë të njëjtën botë, edhe pse kemi mendime të ndryshme. Kjo është një botë e vogël edhe sa gjëna që urrehemi. Mund të shajmi, mund të flasim, mund të mos kënaqemi, po urrejtja është e rëndë në një botë kaq të vogël sa jona. Është e vërtet. Kështu që unë të uroj vërtet fat, por dua të kuptoj diçka më shumë në lidhje me tani është e qartë. Rritja jote është graduale, është ti i përket nëpërmjet shkallëve, po. Gjithçka ka ndodhur shkallë hap pas hapi si një fëmijë që ecën, mëson të ecë dhe pastaj vazhdon rrugën. Ti i përket kësaj force politike fort, çdo votë që ke marrë është e kuptueshme, është e njerëzve që të njohin dhe të pëlqejnë, edhe ardhmja jote është e shpjegueshme, por duhet të kuptoj diçka më shumë në lidhje me ata që drejtojnë këtë forcë politike, dhe ai është Sali Berisha. Është një njeri i cili e ka drejtuar 2 herë Shqipërinë, po kërkon tani votën për ta drejtuar për herë të tretë. Është njeriu i cili ka krijuar, themeluar dhe drejtuar Partinë Demokratike. Ka për mua, unë kam tjetër qëndrim nga ai që mund të ketë Enea apo Lorena apo njerëz tjerë. Duhet të di ti çfarë mendon ti për Sali Berishën. Atëherë, të them të drejtën në Rodin, unë kam një eksperiencë shumë pozitive. Po të drejtoha me ti dhe kërkoj ndjesë. Jo, drejtoha me ju, po ndjesha mirë. Jo, nuk është nevoja. Unë në natyrë kujdo që më drejtohet me ju, i them unë jam Jola. Për faktin e vetëm sepse unë vlerësoj shumë mungesën e asaj që është muri komunikativ. Nëse ne vendosim mure dhe barriera komunikative, nuk jemi të sinqert me njëri tjetrin dhe krijojmë distanca. Mua nuk më pëlqen të krijoj distanca dhe më pëlqen të jem sa më shumë e afërt dhe e vërtet me njerëzit. Është diçka që ndoshta në ditët e sotme është pak jashmode, por unë besoj që të qenurit vetvetja është thelbi, sidomos edhe në politik, pavarësisht se shumë njerëz përdorin dhe shumë maska në momente caktuara. Për të rikthyer tek zoti Berisha, unë ndihem mirënjohëse në këtë lloj prizmi, sepse në ecurinë time politike kontributet e mia janë vlerësuar. Ai sa duhet apo jo ai sa duhet, e për mënda që parë që unë kam marrë shkallët, po ka dhe shumë të tjerë që kanë marrë shkallët ndër vite. Dhe fakti që ty të jipet për një dorë dhe një shans, siç më çdon mua për të kandiduar në sekretariatin e marrëdhënieve me publikun në një garë të pastër, e theksoj pjesën e garës të pastër, sepse siç e thash edhe në fillim, garat brenda partive politike, sidomos brenda llojit, shumë herë janë shumë agresive se sa që janë me kundërshtarët. Dhe për këtë lloj arsye unë jam ndjer e vlerësuar. Dhe jam ndjer shumë më e vlerësuar kur Këshilli Kombëtar më vot besoi për të më dhënë pikërisht të lloj përgjegjësie, sepse nuk është titull, është përgjegjësi dhe është detyrim karshi këtyre njerëzve që unë të marrë dhe t'i përfaqësoj denjësisht, qofshin ato në kauza apo në denoncime konkrete. Pra, komunikimi të paktën imi personal me doktor Berishën është i drejt për drejt dhe i sinqert. Biles ka momente caktuar në cilën unë futem në syrin e tij dhe i them, a je gati të them 3 vërteta? Vërtet? Sepse po. Mund të komunikosh në këtë mënyrë? Po, unë të paktën e kam këtë lloj komunikimi, sepse në natyrë e kam më të kollajt të përplas të vërtetën se sa të bëj ato që bën një pjesë e njerëzve duke i rënë nga kina, themi ne, në shprehje. Ti po ai si e pret këtë fakt? Sepse kam përshtypjen është e vështirë të durosh të vërteta kur... Nuk e ka të vështirë, zoti Berisha, përkundrazi, në momentin që ai merr të vërtetat
dhe i merr ato në formë direkte, unë mendoj që çdo njeri që përballet me të vërtetën në formë direkte e ka shumë të thjeshtë të gjejë një zgjidhje se sa kur e sheh të turbullt realitetin. Dhe me thënë drejtën, unë jam ndier shumë e vlerësuar në momentin në cilin kam thënë të vërteta siç janë evidentuar këto të vërteta që kanë qenë ashtu siç janë thënë, dhe shkalla e reciprocitetit ka qenë dhe vazhdon të jetë e ndërsjellët. Për shembull, cilat janë të vërtetat që thua ti? Po në momente caktuar, sidomos në fushata të ndryshme elektorale, kanë qenë, unë jam përballur dhe me individ të caktuar brenda fushatës. Marrim për shembull fushatën e fundit që qenë në 2023 në Mosgaboj për kryetarin e Bashkisë së Durrësit, aso kohë ka qenë zoti Glicara kandidat, kur ne jemi përballur pikërisht me administratën shtetërore në tavolinat pikërisht në tavolinat e votimit, në qendrat e votimit. Dhe të thënurit të situatave paraprakisht, ditën e zgjedhjeve ka qenë më e thjeshtë për të marrë dhe për t'i evidentuar këto raste, duke qenë se informacioni ka ardhur më herët dhe kemi pasur më të thjeshtë për të mobilizuar një pjesë të situatave. Pra dëgjohet, e vërtet ajo. Dëgjohet. Nuk është problemi vetëm e mira që ti flet, po dhe që dëgjohesh. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Sali Berisha dëgjon. Dëgjon. Ndryshe nga çfarë thuhet apo eksperienca të ndryshme të njerëzve, paktën në rastin tim, unë ndihem e dëgjuar. Dhe kjo lloj gjëje më bën të jem edhe më shumë aktive dhe më bën të jem edhe më shumë e detyruar për të dhënë detyrim moral, flasim, për të dhënë maksimumin tim kundrejt kësaj force politike. Pra ndihesh e dëgjuar, ndihesh e vlerësuar, për sa kohë ke bërë shkallët dhe të kanë hap derën, nuk është pak, më thon. Dhe këto janë dy gjëra të rëndësishme që nëse nuk do ishin, nuk e di që do bëhet ti, apo do rije pavarësisht, se ti e beson këtë forcë. Unë në natyrë kam treguar me historinë e periudhave kohore që kur nuk jam dëgjuar kam insistuar dhe kam dalë me zë me figurë edhe në lidhje të kësaj lloj gjëje. Për faktin e vetëm sepse unë besoj tek e vërteta dhe besoj që ajo që më bashkon mua me zotin Berisha në këtë lloj prizmi është besimi tek e vërteta dhe të thënurit të vërtetave. Domethënë, unë nuk kam frikë nga përballja, nuk kam frikë dhe nga e vërteta. Çfarë bëre ti në momentin që pati atë përplasjen Basha Berisha? Unë kam qenë në 11 dhjetor, pikërisht në stadiumin Air Albania, dhe kam qenë ndër anëtarët e Këshillit Kombëtar që kanë firmosur pikërisht për këtë kaos. Por, në atë lloj momenti kam pasur një bindje time personale për sa i përket kandidatit dhe kam pasur një marrëdhënie miqësore dhe personale me kandidatin tjetër. Unë kam zgjedhur Partinë Demokratike dhe për mua ajo që është më e rëndësishme është Partia Demokratike dhe kam zgjedhur ta them dhe pjesën e bashkimit në cilën shumë njerëz e kishin shumë të vështirë të thyenin akullin, unë kam dalë me zë dhe figurë ta them këtë pikërisht haptazi. Për faktin e vetëm sepse të qenurit bashkë për maksimizim fuqie dhe maksimizimin e votave është shumë më e rëndësishme se sa lufta e brendshme apo interesat personale. Interesi kombëtar duhet prevaloj mbi atë çka është interesi personal. Mund të duket shumë idealizëm, por në fakt kjo është ajo çka është e vërteta e madhe që duhet të ndodh brenda Partisë Demokratike dhe duhet ndodh brenda antarësisë së Partisë Demokratike dhe jo vetëm, edhe ndaj aleatëve dhe të gjithë atyre partive të cilat mendojnë që është momenti në cilin interesi kombëtar duhet prevaloj mbi interesin personal, janë të ftuar që të jenë pjesë e këtij koalicioni për atë që është maksimizimi i votave. Pra, nuk ka rëndësi nëse ata do marrin vende që mbase nuk i meritojnë, rëndësi ka që të bëhen pjesë e një fitore. Domethënë, i duhet dhënë patjetër ajo që duan dhe aleatëve, sepse qëllimi i përbashkët është qëllimi i përbashkët është, pra qëllimi kombëtar është më i rëndësishëm se sa i personal.